nuk dit, e shtu në sot po e kam pushim të shumë të djele, nuk punoj. Tani u zgjova vajtora 12, edhe që be do më thuash. O prish puna. Që të gatuar e për mëngjes, thash nuk bëj një kulaç. E që kështu hajde të bëjmë bash një kulaç, pa puna, për drejt pasaj nuk të bëj snicel kotopullën, patas të nga një test, do me thënë, kotoleta pulle, e për patat të shkujkjura. Kështu, ka dhe djel, ma do lidhe djel i sot, nuk e kam dhe shumë oreksin. Të marrë burin në telefon, të vejmë për një kafe, pa puna, sa i ka dalë. Mielin, ja hodha me sy, sa duam, i hodha një luk të vogël me sot buke. Gjalpin do ta hedhim pa shkrire, kështu si që është. Me sy bëjun të gjitha tani, mirë. Recetën e kulaç tua ka dhënina gjitha të herë. Do t'i hedh edhe 2 vezë. Një. 2 vezë. Edhe do dhe sheker, do t'i hedhim një filxhan sheker tani. Një filxhan, nuk e hedh gjithë një plotë, se nuk dua të bëjt shumë i ëmbël, se dhe nuk është i shëndetshëm, por edhe hamë zakonisht afrikan ta hamë edhe me djathë me domate, jo vetë me gjëra të ëmbla. Edhe shekeri këtë do t'i hedh unë. Edhe ty dalet të mos është shumë, se nuk kam hedhur shumë miell, edhe nuk dua që ta bëj të ëmbël. Boll është le të lëmë që për sy, që thanë. Ti hedhim kosin, edhe tani do ta mbrymë me kos. Do ta mbrymë. Ky është kulaçi. Ja dhe kulaçi është gati. Nuk duhet ta mbrymë shumë, se pastaj bëhet i fortë edhe si elastik edhe nuk fryhet. Edhe tani kam hedhur pak vaj në tepsi. Edhe do ta hap, do ta ndryj në tepsi. Edhe do ta vë të piqet. Kjo ishte, nuk do në i shkencë të madhe, nda se do në kthej tepsia dhe shikojnë pastaj shkencën. Edhe tani do ta bëjmë kështu bukuro kur thot ajo motra time, me pirunë. Ja. Thash më shikoni apo koca plas unë. Po duket. Edhe kulaçi është gati. Ja, u poq. Dale. Se më lodhi. Zora nga tepsia, doli letë, ja dhe ta presim qik tani. Doli mirë, ka kulluar. Na bëj mirë. Ciao!